kuaj veti gjashti, ma ka zonë pritën, ka godit me karrike me që kanë mujtën. Unë e kisha lutë gjykatës dhe prokurorisë Gjilanit, ne ndërmorin masa, ne të punojmë me drejtësi, por ndryshe, i groj vetë që ka ngroj me kanon, nuk ka met që të rëzgjidhje mu. Personi që po e shihni duke shtënë me armë tek diskoteka e njohur në Gjilan Stop është Loren Cana. Ngjarja në fjalë ka ndodhur në vitin 2023 gjatë një performance që po bëhej nga rap artisti Mozik. E pamjet cilat i shihni sot nuk janë publiku asnjëherë më parë. I dyshuari mbajti 10 ditë para burgim e gjob 4.500 euro për këtë vepër të jetë rrezikshme. Ndiqeni fillimisht videon e plot të sulmit edhe pastaj kemi me po bashkë rrëfimin e sigurimit të kësaj diskoteke të cilin e ka sulmu pikërisht Loren Cana para 2 javë. Ai që pësoj më shumë nga ky akt ishte vetë sigurimi i diskotekës, emër i njohur për redaksinë e lajmit. Rreth orës 12 mos gabofsha është ardhën Loren Canaj, i cili me 2 shokët vet ka dashur me i pa kontroll në diskotekë. Ju jeni Unë punoj po sigurimi i diskotekës dhe kemi me obligim çdo qytetar që vjen me kontrollu, por që ka një send jashtë ligjit. Mirë, ai ka pas revolë dhe një granat dore. Edhe nuk ka dashur me leju me kontrollu kolegë tjerë. Në atë moment edhe në kom qëllu, edhe kena nal, e kena kthy. U shku i ka quhe në kerë, në vetur i ka quhe armë, edhe u kthy, u hi mrena. Ka hyp të VIP pa rezervim aty, pa rezervim nuk mund me hyp. Okej, ka hyp, nuk o kam problem. Mirë, aty ka fillu me po probleme me sigurima, me provokime. Tu na shoh, tu na fy non stop. Edhe e kena morë, e kena qit jashtë, mas gjysore dikur. E kena qit jashtë, ai na drejtim u shkoj ka morë revolen dhe një granatore, këtë pjesën shifet këtu, e ka qit granatën, edhe ka gjujt me revole, jo një herë, po shumë herë. Për afërsi s'pedi, so herë ka gjujt veç ku janë konë rreth 3.000 vetë mrena. Kjo nuk është e tëra pasi Loren Cana nuk e kishte harru sigurimin në fjalë. Madje viktimen në pikë A, Cana e sulmoi edhe disa herë bashkë me disa persona të tjerë të dyshimt. Në detajet të dhëna nga vetë viktima, Cana thuhet se e sulmoi fizikisht në pranitë familjares së tij dhe një fëmijë të vogël që është mbesa e tij. Nga goditjet e rënda në rastin e fundit të ndodhur në Gjilan, në pikë A mori lëndime të rënda trupore, thyerje dhëmbëve e qarje të fytyrës. Po, ai mund ka mujt men edhe prej asaj dite kum pas problem non stop me ta. Kum shku në prokurori, i kena dhënë deklaratën, i kum tregu që kur për me familje, po më provokon non stop. Kur o vetë nuk më provokon, sa herë qiloj me familje, po më provokon. I kum thonë ju lutna, dërmirni diçka, se do të ndodhë diçka. Ata më kanë thonë që na kena fol me babën e vetë, edhe është krykja punë, mos ki dertë. Edhe unë e kom lonë që s'kom kur gjohën mbyll kja qështje me ta. Jo, ai vazhdimisht ka vazhdu të më provoku muhe, të më shoh sa herë jem konë me familje. Edhe tash, para 2 jave, te Astoria me do 13, nuk po më kujtohet sakt, është restorant familjar aty, unë isha me të fejumen teme me grunë e vllavit, me qiken e vllavit, rreth orës 11:40, u kry neja, vazhdum nga ka parkingin brapa me dal, ku ai veti gjashti, ma ka zonë pritën, ka godit me karrike me që kanë mujtën. Dikun rreth gjysore me ta unë jam shtyje, tërsa ka nërë policia. Edhe ka nërë policia, i kanë arrestu, 48 orë i kanë mëjnë burg, për këtë rast edhe i kanë lirue. Kom pas dëmtime në vetëll, në kokë, në trup, dhamë t'i kom pas të thymë, ku prej aty këna shku në emergjencë,
Aty ne i kanë manipulu, ne i kanë ndryshu raportet mjekësore, për arsye që baba i vetë është drejtor i spitalit regional të Gjilanit, a i ka intervenu dhe aty mjekët ne i kanë ndryshu komplet raportet. Sipas NPIK A, edhe në rastin e vitit 2023, mirë po edhe për rrahjen e para 2 javëve, ka dorëzuar provat mjaftueshme në prokurori, mirë po ato nuk janë marrë parasysh, duke i thënë këtij se ato armë që sulmuesi i ka përdorur nuk kanë qenë plumba dhe se granata ka qenë e plastikës. Për problemet me Lorencanën, ai thotë se nëse drejtësia nuk vepron, do ta kryej punën vetë me ligjet e kanunit. Prokuroria e Gjilanit dhe gjykata në rastin e 2023-s i kanë pas komplet faktet, ka pasën gërgjojat e revolës që ka gjujt me revole, ka pas granat dore, ku ata i kanë muhue që granata është kon plastik dhe revolja o kon me gaz, ku i shifen në video që nuk jënë kon ashtu si që kanë thonë, 14 dit i ka mojtë burg për atë rast, edhe dikun 5 mjera pare kanë denu, kur ja kanë zonë edhe një sasi armë të shtëpia, po na nuk kemi drejtësi në Gjilan. Nuk punon as gjykata, as prokuroria ç'është duhet. Nuk jom taku njerëz, më ka qu baba vet, nuk jom taku, nuk më pranu njerëz. Unë i kisha lut gjykatës dhe prokurorisë Gjilanit, ne ndërmorin masa, ne të punojmë me drejtësi, por ndryshe i groj vet, që i ka ngroh me kanun, nuk më ka met që të rëzgjidhje mu. Lajmi ka siguruar edhe vendimin e plotë të gjykatës themelore të Gjilanit në rastin e ndodhur në korrekt vitit 2023, ku Lorencana për gjuajtjen pa kontroll e pa hesap me armë, hedhjen e granatës edhe krejtat hallakom cilën e ka bë, është dënuar me vetëm 4.500 euro gjob. 3 vepra kanë rëndu mbi të: mbajtja në pronësi e armës, shkaktimi i rrezikut përgjithshëm edhe dëmtimi i pasurisë. Për gjitha këto të bëma ndaj viktimes, ne kemi dërgu pyetje edhe në prokurorinë themelore në Gjilan, por të njëjtit nuk janë përgjigj. E në bazë të përgjigjes paraprake, vrejmë se Lorencana nuk ka akt akuz tjetër përveç asaj të vitit 2023. Pra, sipas gjykatës së Gjilanit, rrezikimi i jetës së afro 3.000 personave dënohet me vetëm 4.500 euro gjob edhe pak ditë paraburgim. Ndërsa sa i përket rrahjes së fundit, do të vazhdojmë dërgojmë pyetje po ashtu në prokurori derisa të marrim një përgjigje, ani pse rasti nuk ishte raportuar madje as në raportin 24 orësh të policisë të Kosovës.